Brikena dhe Mateo u detyruan të qëndronin së bashku për shkak të sfidës së rezistencës që u dha vëllau i madh. Teksa ndodheshin në grup me Malin dhe Stenaldon, ata shfrytzuan kohën edhe për të folur në lidhje me njëri tjetrin. Ishte Mateo i cili e pyeti Brikenën se cilat ishin gjërat që ajo kishte pëlqyer tek ai kur ishin njohur në fillim. Brikena u përgjigj duke thënë se e tërheqnin mendimet e Mateos dhe bisedat e tyre. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Brikena u shpreh, gjërat që më kanë bërë të dal me ty atëherë ishin bisedat, mënyra se si e mendoje dhe shikoje ti gjërat, argumentet e tua. Mateo ja ktheu, unë po i njëjti jam. Brikena tha, e di, por unë për momentin nuk kam pëlqim për ty. Mateo më pas i tha, dakord. Brikena tha, kam vlerësuar disa gjëra si i mendoje ti, dhe unë i shikoja të rëndësishme atëherë. Ishe shumë djalë i mirë. Ndërsa në prajmin e sotëm, Mateo do të ketë një surprizë interesante për Brikenën. Presim si do të reagoj ajo.